do t'jetë piknisja e jonë në këtë ditë të madhe të ditës së Xumas, rreth mesazhit të ditës në të cilën jemi. Wallahu tebaraka wa taala I drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Fillimisht, pastaj I drejtohet njerëzisë mbar, duke ju dhënë një recept, duke ju dhënë atyre një lek, duke ju dhënë atyre një mustër për të arritur sendin të cilën e kërkojnë sot njerëzia. Nuk po themi e kërkon Islami, nuk po themi e kërkojnë muslimanët, nuk po themi e kërkojnë burrat, nuk po themi e kërkojnë gratë, pasanik, fukarat, smundit, shlosh, pa marrë parasysh cilës kategori takon njerëzit e kërkojnë sot sipërfaqen e tokës. Edhe për shkak asaj që nuk mund njerëzit me e gjejtë, nuk mund njerëzit me arrit deri te ajo, bajnë fund jetës së vet. Ka dikush që e ekzekuton vetën, ka dikush të cilën e përfundon jetën e vet. Njerëzit sot vrapojnë edhe ngarenin, njerëzit sot kërkojnë, shpenzojnë, harxojnë, japin që shka për me arrit deri në atë nivelin që ta gjejnë që këtë gjanë që Allahu dhul xhelal e ka dhënë në Kur'anin pa pamë. E ka dhënë në Kur'anin familjart pa asnjë kompensim prej zotit për gjë. Ja ka mundsuar çdo kujt I cili do të arrijë me lehtësimin më të madh të arrijë. Ja ka mundsuar çdo kujt I cili e kërkon ta gjejë me lehtësimin më të madh. Çka është ajo? Cila është ajo që njerëzit sot e kërkojnë? Është lumturia. Dhe kjo është tema e dersit tonë. Lumturia, a don dhe a dëshiron të jesh I lumtur në jetën tënde. Krejt kërkojnë lumturi. Dikush e kërkon lumturien në narkotik. Mendon se si ta marrë narkotikën edhe ka mu knaq, ka mi haru dertet edhe kajnë që I ka. Dikush tjetër shkon mas defrimit të egos së vet, gra e thashme, shkon naltë, shkon poshte, e ban kete, e ban atë më shka për me gjetë lumturien edhe knacien e jetës, së në gjetë. Dikush tjetër shkon mirët me lojna, mirët me sendet, t'i haroje kajlet e kësaj dynjaje, t'i haroje dhimbjet edhe shkon shpenzon në për lloj sende aktivitetet të ndryshëm, por nuk mund t'a gjetë. Dikush tjetër shkon edhe ban turizëm edhe ecta për dynja, shkon I sheh shtetet, I sheh qytetet, I sheh kontinentet, shpenzon pare, han pin në hotela, të jetë I lumtur, po ja që edhe që këtu nuk ka. Dhe këtë deklarojnë më së miri rinia e perëndimit, të cilët nuk kanë njohur sen çka se kanë provuar dhe në fund thojnë I përfundojnë gjithë shka ka në këtë jetë, duke I dhënë fund jetës, ja shpejt plumb krijes vet, apo virët në një litar, apo I pi hapat edhe e përfundon jetën e vet. Pse? Se nuk gjet rahati në jetë. Bëhet monoton jeta, qohet sabah e njëjta sen përsëritet, qohet shkon han pin e njëjta I duket më gërditet prej jetës edhe fillon nga dal që të vjen atë përfundimin që ta sos jetën e vet. Por ne muslimanët e dim se jeta nuk është e jo. Shpirti është emanet që ja ka dhënë Allahu dhul xhelal e ka dhënë insanit. Edhe insani jep llogaritë Allahu dhul xhelal për jetën e vet. Jep llogaritë për shëndetin e vet. Jep llogaritë për shpirtin e vet. Saqë çdo sen që ka me mbon këtë dynja, ka me dhënë llogaritë Allahu dhul xhelal. Allahu këtë ajet xhamat të dashur e udhëzon Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. E udhëzon çdo njeri për ummetin tonë, që shka ky ummet ta gjejë rahatien, ta largon nga jeta atë që është monoton, atë që u ka bo dësat, atë që u ka bo bajat, atë që u ka bo pa e jërë pranushme, tha o men a'rada an dhikri. Ai I cili do të largohet nga libri I Zotit. Fe inne lahu ma'ishatan darga. Ne do t'ja japim atij jetën shumë ngusht. Ka me një gjoksin e vet një ngushtes, mi provu keq I lashtë të dynjës, mi provu keq sendet e dynjës, nuk ka me gjetë rahati jashtë asaj atij ku don Allahu dhul xhelal. Po ja japun në një shembull shumë të thjeshtë. Na përbërni teknikën e bardhë, frishderin,
frikat shporetin e kujti unë esente që i përdok me të shpia, ndoshta ai prodhuesi është në Japoni, është në Kejt, është në Amerikë, është në Gjermani, është në Zvicër, ti të ka fazën, ti ashtë që se ke pa, ai që ta ka krijuar dhe ka po një flet udhëzimi, edhe të ka tregu tije se që ki punon me kabel trofas, me monofas, dvofas, kujni uneve që ka qëtëruj, me 220 volt. Edhe kur ta përdorish dush me lënë fillim kur ta bish nga transporti 20 minuta mos ta shtish njërë në rrim. Ta përdorish që kështu ta paslëq, jep udhëzime. E në qoftë se ti nuk shkon mas udhëzimeve, prishet ajo qëmë. Edhe pse ka garancë, edhe pse të ka dhënë nga mënyrën se si ta ka garantuar qëmë, ajo prishet, pse nuk i shkon mas udhëzimeve. E njëjta është, Allahu Dhul Gjelal është krijuesi i njerëzisë. Krijuesi i njerit, edhe ki njeri që ka emrin insan, kjo krijes, kjo do të shkoje mas udhëzimeve që ati që e ka ndrejt, që ai që e ka kriju, e ka maru. Edhe ai ti ka tregu se ko i ki lumturien edhe ko i ki rahatien. Ndërsa në qoftë se e këtë shminën asaj, ki me pas një jetë të ngusht, ki me pas defekte në jetë, ki me funksionu si duhet. E tash, dietarët e kanë marrë dhe e kanë zbërthi këtë recepte dhe i kanë nuk disa regula. Dhe kanë thonë, në qoftë se dënë me konë i lumtur njëtën tante, pika e parë thot, ahsin e liktisale me rabbik. Monohu të gjesh kontaktin tënë të lidhjes me Allahun Dhul Gjelal. Kjo është puna e parë që muslimanit në qoftë se dënë të jetë i lumtur njëtën e vetë, duhet të gjeje lidhshmërien e vetë me Allahun Dhul Gjelal. Duhet të gjeje lidhshmërien e vetë me Allahun te bareke ve taala. E vetë me lidhje, që e lidhë vazhdimisht njeriu me Allahun, është namaz. Në qoftë se njeriu don me konë i lumtur, në qoftë se don njeriu me konë në këtë jetë i rahatshëm, duhet punën e parë me bëhe namazin pjesë e jetës vetë. Në qoftë se ai 5 kohë namaz që u ka dhonë në natën e Isra's dhe Mirajit, ju ka dhonë pejgamberit e manet për ummetin, që ishte 50 kohë në ditë, me kërkimin dhe insistimin e Muhammed Mustafa Subno 5, me vlerë se ta Zoti se janë 50, jam edhe 10, duhet të jetë pjesë e jetës tonë. Në qoftë se ta nuk e bojnë pjesë e jetës tonë, që ta gjejmë rahatien dhe lidhjen me Allahun Dhul Gjelal në namaz, atëre nuk kena arrit të bëjmë kontaktin, lidhjen, të krijojmë me Allahun Dhul Gjelal. Resulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam i rreki jonë më i mirë, i theke Bilalit radiallahu ta'ala anhu, i theke, ja Bilal, o të Bilal, ta erihna biha, në rahatomore me namaz. Thire zonin që ka hi kohët në tregojë të hina namaz të ne të gjemë rahatijen me Allahun Dhul Gjelal. Në hadithin Qudsi, thot Allahu te bareke ve taala, thot e dajta namazin në 2 pjesë me robin të. Pjesa e parë është robi jem bisedet me mu, pjesa e dytë robi tem ja dhuroj këtë që e kërkon. Kur njeriu thot elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi ka kon Allahut Zotit gjithësisë, Allahu thot më ka madhëru robi jem. Ar-Rahman Ar-Rahim, kur njeriu thot Allahu është mëshirues dhe mëshirëbërës, Allahu Gjelle Gjelalu i theka robit vetë, më ka madhëru robi jem. Maliki Yawmiddin, kur thot së është sunduesi ditës kiametit, thot Allahu Dhul Gjelal i theka robit të vetë, më ka përshkrujt edhe më ka njoft robi jem. Iyake na'budu wa iyake nasta'in, kur njeriu thot vetëm ty të adhuroj edhe vetëm prej ti ndihmë kërkoj, thot kjo është ndarja mes mua dhe robit te. Kjo është ndarja, dërsa tjetrën këtë që ka kërkon robi jem, unë ja pranoj. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot Hazreti Aisha, gjithmonë kur i ka ardhur një telash, gjithmonë kur i ka ardhur një ngushtesë, kur i ka ardhur një sprovë, kur i ka ardhur një telash, Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot fazia ila salat. Ka vrapu një herë, u ka drejtu kibles, Allahu Ekber, ka hin namaz. Se qati e ka gjetë rahati, qati e ka gjetë kontaktin me Allahu Dhul Gjelal. Kjo neve në jep me dije se në qoftë se dëmë të jemi të lumtur këtë dynja, nuk ka lumturi
pa një me gjëmat, nuk ka lumëturi pa namaz. Nuk ekziston njeri lumëtur, ama nuk falet. E ka zemrën e mirë, ama ki nuk shkon xhami. Nuk ekziston kësi njeri. Kjo është vetëm kamuflazhet e një rrejnë e kullume e pastër që mundët dikush me ta servutije. Ai cili është i mirë me Allahun, bëhet i mirë edhe me vetën, bëhet i mirë edhe me tjerët. Kjo është puna e parë. E dyta, ta duash Allahun. Pasi që krijove kontakt, dush me ditë atë që e kontakton se kush është. Për me dash atë, dush me njoft. Që do me thonë, kur e don, e nje. Kur e nje, e don. Qish ki me njoft Allahu dhul gjelal? Allahu dhul gjelal njifët me emrat e ti. Allahu i ka 99 emra. Thotë Kur'an Kerim, thotë walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Të Allahut janë emrat e bukur dhe ju luteni Zotin dhe thirreni atë me emrat e tij të bukura. Me i vetë sot musliman, Real Madridi, ekipa e futbollit, sa futbaleri ka mirë këtë. I ka që ka që aktiv që nga që ka atë së stavin e ditë, rezervë. Sa i ka Barcelona që ka, sa emna që ka, cëllët i ka aktiv, cëllët i ka, sa i ka asi golmona që ka, ka në ka trener që ka. Me vetë ekipat Italijës vallaj e di. Një dit isha të kalon qashi, tash se u bona i të lashima veç kanë këslu për me njerë. Të shkollë, bonë su mama da. A i kështë do t'i kush golat, janë të shikon të qifët. U quk këtë qashi në kohë. Se, për një top se kanë shtimin e atë gollë që këtë nësi, 4 orë të ekë. Këti di me emna, kur ta vetish, a i di emna të Allahut. Shëri, nuk e di. Kur ta vetish për të në shahadetit, nuk e di. Kur ta vetish, si e ka emnin nana e pejgamberit a.s. Baba i Rasulullahit a.s. Migja, gjyshje, familja, se di. Por hajtë se di nësë Allahun më rekriusit edhe atë se di. Obligimi muslimanit i cili dënë ta lutë Allahun, kur ka zërë Allahun t'i përgjigjët t'i mësoj e nga me Zotit. Në qofë se do me njohtë Allahun kush me atë i sigur me thirë t'i kanë përru dhe ki nevoj për t'i kanë, o ti, i viket, s'këfejë kërkush, apo kur t'i të shoti asan, o t'i adem me eknin që e ka i këfejë të turnon. Allahu dhul gjelal nuk thirët o ti. Allahu dhul gjelal duhet thirët me emnat e ti që i ka 99. Resulullah sallallahu alaihi wasallam në nëziti tha, inne lillahi 99 ismen, Allahu do i ka 99 emna, men ahsaha dekhala l'gjenne, ka kush i mëson, përmeq, edhe me pron me ta komi i gjennet. Pse? Se ti Allahu në thret me ato emna, e Allahu atleti i e pashtë i gjennet, se ti mo i njofshëm Allahu në nje, edhe ajti i të nje. Allahu i ka 99 emna, sojni o musliman, sojni o besimtar, se e thirmi krijuesin e ju, e thirmi Zotin e ju, ju drejtoni Zotit ju. Allahu kënaqet kur i thu ja Hayyu ja Qayyum, ja Rahman ja Rahim, ja Quddus. Kur e thret me emnat 99, Allahu Jelle Jelaluhu kënaqet edhe i thot melaqeve, apo e shifni sa shisht, apo e shifni sa amël drejtohet robje. Kjo është puna e parë. Puna e dytë për me njoftë Allahun edhe me dasht, është me njoftu me Zotin Jelle Jelaluhu me atributet. Çka janë atributet? Cilësit, sifatet. Me ditë se Allahu ka mëshirë, me ditë se Allahu ka diturije cila nuk ka skenë, me ditë se Allahu ka kudret, fuqi, ka mundësi t'i moje këtë sendet pas, nuk i duhet as minuti, as sekundi, nuk i duhet as gjatë, dohen në herë. Me ditë se Allahu dhul gjelal ka hidrimin e vetë, me ditë se Allahu gjeleshanu ka knatësien e vetë, kur knaqët Allahu, kur i dhrohet Allahu, kur dërgon Allahu dënim edhe si e ka dënimin, kur Allahu shkon mëshirë edhe si e ka mëshirë. Këtë të gjonat ta bëjnë Zotin më të shisht, ta dojsh më shumë Allahu dhul gjelal, sa që dëbohet dashuria më e madhe në zemrën tënde, dashuria ndaj Allahut dhul gjelal. Për qatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhamat, lutuni me që këtë dua kini me gjithë lezetin e ibadetit.
Gjithmonë i greke duhet të ke Allahumme inni as'aluka hubbak. Tha o Zoti jem, une po të kërkoj që të më mundësësh të du tije. Wa hubbe men yuhibbuk. Edhe të më mundësësh të du atë çka ti e do. Ti e do, cëllën vepër e do, cëllën krijes e do, cëllën sen e do, mundëso më edhe unë të du. Wa hubbe amelin yuqarribuni ila hubbik. Dhe më mundëso të du veprën çka ka me më mundësu tije të arri dashurien tënde. Dashurien tënde. Që të bëj vepra shka ti ki qef. Që të bëj vepra që të mashtoje dashurien time edhe dashurien shka ti ki me pas dhe i bej. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukit, pas namazit të jacijës i mbledhi sahabët, tha nesër do t'ja jap flamurin e udhëheqësisë. Një njeriu të mesin e juve, shka e don ai Allahu dhe Allahu e don atë. Që në shumë interesant. Na ketë mujna me dash Allahu. Po e të kosht, a na don ai neve. Që aty është ajo shefësira, urtësia, hikmeti, është se na e dojmë Allahu. Kanë të vetë që e do Zotin, po më në hirë nga dëshmëri dhe shpirtin me dhe për Zotin. Allahu atë do t'i. Tha nesër, do t'ja jap flamurin njënit prej juve, që ai e dën Allahun dhe Allahu e dën atë. Dhe kështu përshkrujtën në Kur'an, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha radiyallahu anhum wa radu an. Allahu i dën ata sahabët dhe sahabët i dojnë Allahu. Se nuk është veç me dashur Allahu. Reciprok duhet me pas dashni me dashni të dojë edhe ti Allahu. E në qoftë se dën Allahu, bëhet shumë interesant që në vend mas kësaj, sabahi, e falën sabahi, Hazreti Omeri s'ka flet tan natën. Tha kur jetën teme nuk e kum dasht postin, nuk e kum dasht etiketimin, kurse kum kërkua që të mi për dishta. Nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çat ditë, kur pejgamberi e përshkruajti sallallahu alaihi wasallam, e përshkruajti këtë gjë, tha unë e pata dëshirë që nesër Resulullah me thonë, ku është Omeri? Dhe plot prej sahabëve dështën, është etiketim privilegj shumë i madh. Ti e don Allahun, po ajo më e madhja Allahu don ti. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e fali sabahin dhe mas sabahit tha, ku Aliu? Ku Aliu? Tha ja Resulullah, i smund, ka nis me sit mos me pa. Tha shkoj në thirrën e vetë. Kur erdh Aliu radhiyallahu anhu nuk shifke, i shiko perën si të veta. Resulullah sallallahu alaihi wasallam me pështimën e tij të bekume, ja fshiti kapak të sive. Thot Hazreti Aliu në moment në kaloj, kjo është mrekulli që e ka thonë Allahu dhul Gjelal, Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha Ali, ka për këtë në mua. Sahabët të demoron vesh vlerën e Aliut radhiyallahu anhu sa është e madhe te Allahu, se e don ai Allahun dhe Allahu e don këtë. Por çfarë ndodh kur Allahu ka me dashtije? Mani men, Allahu hadithin kutsi tha kur Allahu e don dika, e thret Gjebraili. I thotë Gjebrail, ecë. Gjebraili thot të bekje o Sadek, thot të përgjigje më Zot, urdhno, thot o Gjibril, une e du filanin, o Gjibril, filan robin e kam përqefi, e kam qef kur hec, e kam qef kur fol, e du kur hec, kur ha, e du kur vepron. Tha, po Zot, tha të urdhnoj thot që ta dush edhe ti. Gjebraili thot në bekje ja rapti, thot të përgjigje më Zot, prej sot edhe une e dua. Gjibraili zbrek për katit 7 në katët e melaqin dhe i thot, ja ahl melaike, o banart e melaqin, o banart e qilit. Thot, Allahu e dën filanin. Ka urdhnu me e dash, unë e për i urdhnoj, dojni. Komandanti melaqin me urdhnon, gjithë melaqet të dojnë. Pastaj melaqin zbresin tokë. Kur zbresin tokë, e urdhnoj që në bëhet pranim për atë në tokë. Ka disa ropë të Zotit, ka disa njerëzit të Zotit që kejtë e dojnë atë. Kujna të thësha e do, se Allahu ai e do edhe Allahu atë e do. Lutëria kryesore në këtë jetë është të doje Allahu dhe ti ta dosh Allahu dhul Gjelal. Për qatë thot Imam Shafi'iu rahimahullahu ta'ala, hatta të kune es'ad an-nas, a dëshiron të jesh thot ma i lumtur në këtë jetë, ij'al al-faraha shukra,
Thot kur të vjen një gëzim, falenderoj Allahun dhul xhelal. Wal husna sabra. Thot edhe kur të vjen një mërzi, bane me sabër. Thot wal husna tafakkuran wa nutqa. Thot edhe kur të vjen një ngushtesë në jetën tënde, bane thot mendosh për Allahun mirë, edhe shprehu mirë. Mos u anko, e keni pa dikush veç kur ta vetë që shije, se jam të mujtë, se jam të shkoj životi këtë se jam të mujtë të thonë. Thuj me mirë, ka ma këtë se ti, thuj alhamdulillah, ka lymtare është, kalon, ti me lik në atësien e asaj që ti thotë. Këtë vëllë hajata ta'a, edhe banë jetën ta në respekt ndaj Allahut. Wa kun mithlu ta'ir, edhe banë thotë sigur një shpend. Thotë, Ya'ti rizquhu kulla sabahin wa masa. Ka me jarë thot ushqimi, ka me jarë furnizimi, çdo sabah edhe çdo mbrëmje. Wala tahtam bi qad, edhe ti mos u angazho me atë nesër. A i po, këtë gajlin e kina nesër, po si të bon, po mora mos i shti siklet vejtës për nesër. Shlere nesër në ndur të Zotit. Yudhi ahaden, thot sepse ajo kome e ngacru dikan. Lijekun kalbuke kelluklu, në të bëhet zemra jote të të sikur një biser i bardh. La jahmilu ahkada, që në mërëndësirën e të saj nuk ka urejtje ndaj kërkujt. Kun fi dunja ke anë ka garib, bëllin këtë dunja si një i panjohur, një banxhi. E u amiru se vila për një udhtar, një kalimtar të rastit. Salli salate muwaddi'in, thot kur të falish namaz, mendo se është namaz i fundit i jotit. Warkut ka shahid, dhe menoj jetën se sikur nuk bon shahid, ka mu përfundu jeta për ti. Wala të të kellem bi kelamin ta'tidhiru min. Kur, në një divija që kësaj, kur më stuj fjallë dikujna që nesër të lipish falje prej asaj fjallë. Kur më si thuj që ti thëshe falve ka boba, ma të fjallën tënde, wala tense husna Allahi wa ni'ami, dhe kur më si aron mirësit e Allahu që ti ka dhonë tije, që asë një herë nuk sosën në numërimin atyre. Për qatë thot Ibn Kajimi rahimullahu ta'ala, es-saade innama hiya ma'rifatullah. Apo dënë me koni lumtur, thot njihe Allahu dhul xhelal. Njoftohu me Zotin, me ibadetin duke ja bon, wa tauhidihi, wa l'unse bihi. Thot vetmohu me ibadetin që ja ban Allahu dhul xhelal, duke e besu Allahu një, mos me përshkrujt shokati, wa shauku ila liqa'i, dhe gjithmonë të jetë zemra jote përmallume për të taku Allahu dhul xhelal. Për çfarë thot Imam As-Sa'di rahimahullahu, thot es-sa'ade hiya ma'rifatullahi wa ibadatuh. Thot lumturia në këtë dunja është të njohësh Allahun dhe të jesh në rrugën e tij. Për çfarë Allahu te bareke ve teala në Kur'anin familjar, men amila salihan, kush ka me bë mirë, min dhekarin au untha, thot prej burrave apo grave, felenuhyijennehu hayatan tayyiba. Ati kina me i dhoni lumturi në jetë, walenensiyennehum ajra bi ahsani ma kanu ya'malun, dhe ejrin dhe shpërblimin ati kina me abo me të mirat të cilët Allahu xhalla xhelalu ja ka përgatit për veprat që i ka. Ne lusim Allahu dhul xhelal, që Allahu të na bën prej të lumturve. Ne lusim Allahu lumturinë na jep në jetën e kësaj dunjaje duke i njoftë Allahun dhe duke ju përkushtu adhurimit Zotit për ta fituar kënaqësinë e tij. Lusim Allahu rinin tonë Islam të udhëzon. Pleshve tonë të jetë ymër gjatë dhe shëndet të plot. Të smutit në për spitale, Zotit i shëron. Të burgosurit pafajshëm, Zotit i liron. Ata që i kemi përcel për mahiret, Allahu me rahmet t'i ka plot. Ne lusim Allahu xhaleshanu prindërve tonë, nanave, babave që i kina gjatë, Allahu shëndet t'i dhuron. Ne lusim Allahu xhaleshanu ve xhelalu ata që hartojnë, hiç nuk pushojnë që muslimanëve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet i shkatrof, Jannatul Firdausi nasib na bo. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala.